Sot është një ditë feste për të gjithë bujqësinë shqiptare, me të gjithë 9 sektorët e vet. Ne jemi shumë të lumtur që kemi pasur mundësinë të sjellim të gjithë në qendrën e Tiranës, në sheshin Nën Tereza, ku të mund t'i takojmë ata, të mund të prezantohemi me punën që ata bëjnë. Shpeshherë gjatë vitit ne shkojmë dhe i vizitojmë atje, shikojmë problemet e tyre dhe i prekim me dorë, por është ndryshe kur ata vinë këtu dhe na përfaqësojnë në një formë që të gjithë qytetarët e Tiranës të kenë mundësi të shikojnë se çfarë produktesh prodhohen në bujqësinë shqiptare. Kemi ardhur me përfaqësinë e 50 bizneseve lokale, kemi zgjedhur përfaqësi nga më të mira, duke filluar që nga ata që ne mbahemi, vajin e Ullirit, që është me medalje ari në gjithë Shqipërinë dhe përfaqëson më së miri tregun shqiptar në mbar botën. Tu kemi prodhuesit shumë të mirë të verës dhe shumë prodhues të tjerë. Agrokonispoli është një kompani që është kryesisht në eksportin, në grumbullimin dhe eksportimin e manderinave. Zona e Konispolit ka mbi 440.000 pemë të mbjella, me një prodhim total prej 30.000 tonësh në vit. Është eksportues i parë i manderinës në Shqipëri. Vjet kemi kapur shifrën e 6.000 tonëve, kryesisht në Kosovë, në Serbi dhe në tregjet europiane si Polonia, Austria, Çekia, dhe si vjet kemi dhe kontrata të reja me Ukrainën. Për herë të parë jam këtë vit, më prezantoj me gështenja, kam plantacionin tim atje në Shëngjergj, me gështenjat që kam edhe të vjetrat që kam këto, kam kultivuar dhe të rejat, ka pas kërkesë. Kjo na ka shtyllë që të kultivojmë akoma, të vazhdojmë të shtojmë prodhimin tonë.